obligimet e plota me të shoqëruar. Gjithsej në komisariatin numër 1 janë shoqëruar 19 persona dhe sipas listës verifikuar nga deputetët, asnjëri prej tyre nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit. Një pjesë prej tyre janë drejtues të strukturave lokale të Partisë Demokratike, cilët kanë qenë në protest bashkë me deputetët, me përgjegjësinë për secilin protestues që të mos I cënojë siguria dhe jeta, sepse ju jeni dëshmitar që policia për herë të parë në kundërshtim flagrant me ligjin deklaroi që nuk merr përsipër të garantojë sigurinë e tubimit. Dhe kjo është arsyeja pse sot nuk u soll si policia e shtetit, po u soll si band që sulmoi protestues paqësor dhe arriti deri aty sa të sulmonte besimtarët musliman brenda xhamisë së tyre. Zoti Bardhi, zoti Rama ka bërë një reagim dhe e ka konsideruar që edhe do të I përgjigjem dhe asaj. Edhe një fakt të fundit, gjithashtu I shoqëruar, është një person I cili është invalid I kategorisë së tretë. Pra kanë marrë dhe kanë shoqëruar për të mbushur një numër të caktuar që me sa duket e kanë për efekt propagande dhe jo efekt të zbatimit ligjit, dhe kanë treguar protestat e tjera që asnjë shoqërim apo arrestim I bërë nga policia nuk është legjitimuar nga gjykata për të vijuar dhe për të qëndruar në burg, por policia e shtetit nuk është më policia që ruan rendin, jetën, sigurinë dhe shëndetin e qytetarëve, por është policia që I shërben nga njëra anë krimit organizuar, nga ana tjetër shtyp njerëz dhe protestues paqësor që s'kan kryer asnjë shkelje të ligjit. Sa I takon, ti përgjigjem kolegut, sa I takon reagimit skandaloz të Edi Ramës, sepse një njeri që është kapur në hajdutëri nuk mund quhet më kryeministër, ka humbur legitimitetin për qenë I tillë, mjafton të lexoni çfarë ka shkruar dhe të kuptoni që ka mlef urrëtie ndaj njerëzve që I drejtojnë gishtin si hajduti më I madh në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe tregon që është në një hall shumë të madh, hall që nuk ja zgjidhin dot as protestuesit që ai shoqëron në kundërshtim me ligjin, nuk ja zgjidh dot as opozita. Atë hall e ka shkaktuar vetë duke glabruar pasuritë e shqiptarëve, duke bashkëpunuar me krimin e organizuar dhe do duhet mbaj si çdo I rritur përgjegjësi përpara ligjit. Në dierimin tuaj, sa është numri të personave të shoqëruar? 41 në të gjitha komisariatet e Tiranës, sipas informacioneve që kam arritur të siguroj, rezultojnë që janë shoqëruar 41 Keni persona. Sa I përket miturve, ka një numër? Ka një numër të konsiderueshëm të miturish që janë arrestuar, sipas informacionit që kam në njërin prej komisariateve të Tiranës është zbatuar ligji dhe të miturit janë lënë të lirë, sepse nuk kanë kryer asnjë shkelje. Edhe arrestimi apo shoqërimi personave të mitur, ju e kuptoni pse bëhet. Bëhet për efekt propagande, asaj që kemi parë gjatë tyre 10 ditëve për të thënë që Partia Demokratike keq përdor të miturit në protestë. Një fakt që është I gënjeshtër është një rrem që ka konstatuar, jo më opozita, por e ka konstatuar edhe gjykata. Asnjë prej të miturve të shoqëruar nuk ka kryer asnjë shkelje të ligjit. Kanë qenë të shoqëruar në protestë nga prindrit, shokët, vëllezërit apo motrat e tyre. Dhe duke u kthyer në banesë, janë rrëmbyer nga individ pa uniform policit të shtetit, nga ato që quhen grupet operacionale, që po ti shikoni me vëmendje, tregojnë që kanë një mungesë të theksuar të njohurisë për ligjin, por edhe njerëzillëkut. Zoti Bardhi, sot ishte një datë simbolike në 35 vjetori I rrëzimit të statujës Enver Hoxhës. Dhe pikërisht në këtë ditë që u zgjodh jo më kohët si simbolik nga Partia Demokratike, kreu të kësaj partie I ndërpritet fjala në podium. Në momentin kur nisi dhe gazi lotësia. Po çfarë mund të presësh nga një regjim? Reagimi I opozitës. Çfarë mund të presësh nga një regjim që ka legjitimuar vjedhjen dhe kriminalizon protestën? Mund të presësh gjë tjetër? Çfarë mund të presësh nga një regjim që në kryet policisë shtetit, në vend që të vejë një njeri që lufton krimin, ka zari më të madh të krimit organizuar, që është Ilir Proda. Është I mirë njohur që është zari I Suel Çelës, jo nga opozita, nga çdo shërbim partner.
Prandaj është njeriu sot I izoluar nga çdo partner, sepse është I faktuar si një zar I Suel Çelës. Sigurisht edhe me dakordsinë e grupeve tjera. Ju e dini si është emëruar, e kemi thënë, është publike. Zoti Proda, kryekriminali Proda, është emëruar nga një marrëveshje që kanë bërë kartelet e drogës të disa zonave. Kanë krijuar një bashkësi të përbashkët dhe kanë ndarë pozicionet në kupolën drejtuese të policisë shtetit. Grupi I Elbasanit ka emëruar Ilir Prodën, grupi I troplinëve të Durrësit ka emëruar zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë. Këto janë fakte. Dhe tashmë janë përpara syve të çdo shqiptari dhe fatmirësisht të çdo partneri ndërkombëtar. Faleminderit. Hajde se kena lidhje.